qëllimet e veta hegemoniste përpiqet të realizoj nëpërmjet luftës informative, nëpërmjet efekteve të mobilizimit nacionalist në planin e brendshëm dhe përpjekjeve mashtruese në planin e jashtëm, me qëllim që epilogu i procesit normalizimit me Kosovën të shkojnë favorin e Serbisë. Pra, kemi të bëjmë vazhdimisht me atë narrativën e madhe të viktimizimit të përhershëm serb, pavarësisht që faktet janë të njohura botërisht, që organizatat ndërkombëtare e kanë plotësisht të dokumentuar përgjegjësinë e Serbisë lidhur me krimet gjatë luftrave dhe në veçanti në Kosovë, mirë po ju e dini që pastaj ka pas edhe një rol shqetësues të kishës serbe, kohëve të fundit pati një dekorat për ish gjyqtaren hetuese të qarkut të Prishtinës, e cila është e njohur për legalizimin e krimeve shtetërore të Serbisë në Kosovë dhe është e njohur jo vetëm për mbrojtjen e Miloševićit në procesin e Hagës, por edhe për falsifikimin e ekzaminimit mjekoligjor lidhur me masakrën e Reçakut të 15 janarit 1999. Dhe, pra, po e përmend me qëllim Reçakun, për shkak se në narrativën serbe, në vazhdimsi, ata e kanë prezentu Reçakun si komplot të shqiptarve dhe të NATO-s për të arsyetuar bombardimin e vitit 1999. Pra, gjithmonë, duke pas parasysh rolin e Serbisë si shtet përfaqësuesi i interesave ruse në Ballkan, duhet të ta lexojmë sakt qëllimin strategjik të Serbisë për ta rritë sentimentin antiperendimor në Ballkanin perendimor, duke përfshi Republikën Serbe në veçanti në Bosnjë-Hercegovinë, nëpërmjet narrativës agresionit të NATO-s mbi ish Jugoslavinë në vitin 1999. A përforcon faktin pra edhe këtë që i thatë ju profesor, pra edhe fakti tjetër që ndonte priter pra që të kishte reagime pra nga Serbia, në një farë për të distancuar nga deklarimi i saj, fakt ndodhi e kundërta siç u tha pra edhe mbështetja që erdhi nga Dačići. Pa diskutim, në qoftë se bëhet fjalë, unë me qëllim e përmenda faktin që kemi të bëjmë një deklarat të qëllimshme, nuk mund të konsiderojmë incidentale, nuk është shkarje, është deklarat me paramendim, nuk do të përjashtoja në këtë rast edhe ato që lidhet me konsumin e brendshëm për shkak të krizës që regjimi i Vučićit vazhdon të përballet me presionin e protestave në Serbi. Nëse kemi parasysh pastaj faktin që po shkojmë drejt fundit të mandatit presidencial të Aleksandar Vučićit dhe paralajmërimet për zgjedhje, normalisht që një deklaratë e tillë ka edhe këtë dimension, mirë po jo të këtyre përmasave dhe jo të këtij brutaliteti, për shkak se kjo në mënyrë absolute manifeston qasjen që zyrtarisht Republika e Serbisë vazhdon të ndjekë si politik kundrejt shqiptarëve, kundrejt Kosovës dhe në kontekstin e projektit të botës serbe. Të vetoshë për këtë retorik të përsëritur, të kahershme, të kahmotshme dhe këtë ëndrën e madhe për botën e madhe serbe, a ka faj pak edhe Europa në kontekstin që sigurisht pati disa deklarime sot që ishin reagime të ashpra kundrejt kësaj deklarate, por megjithatë nuk ka patur masa më të ashpra të cilat mbase do ta kishin parandaluar shpërfaqjen e kësaj retorike. Ndoshta çështja më e rëndësishme që duhet të adresohet lidhet me pyetjen e juaj aktualisht, për shkak se ne jemi përpjek në vazhdimsi të fokusohemi në qasjen e Bashkimit Evropian si ndërmjetës në procesin e dialogut. Serbia në mënyrë perfide është mundu që në vazhdimsi t'ja projektoj vetes rolin konstruktiv në procesin e dialogut duke e bërë të kundërtën për Kosovën. Dhe në anën tjetër, ajo që ne na bën optimist, ka të bëjë me qartësinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me të vërtetën, lidhur me burimin e kërcënimeve për stabilitetin dhe paqen në Ballkanin perëndimor me adresë Beogradin zyrtar, për shkak se
natyrisht kapacitetet e Bashkimit Evropian, edhe nëse i referohemi faktit të mosnjohjes nga 5 shtete anëtare për Kosovën, pozicionit neutral të Bashkimit Evropian karshi Republikës së Kosovës e kanë bërë, pra përveç tirash, e kanë bërë të pamundur ndoshta që Bashkimi Evropian të ketë instrumente më të fuqishme